një rast të përmenda. Unë kam qenë eftu me disa herë prej partive politike me ynë politik. Edhe agimi preras ma ka thonë jo, edhe s'kom ynë. Edhe nuk e kum zgjat, as nuk jam idhnu, as jam rol. Veç ku menu familja apo karriera. Po diçka një vendim i rëndësishëm. Po që familja ja vlen edhe kurse kum diskutu, as kursi kum thonë, po folin kohën kur s'kom qenë avokate, as kursi kum thonë re ti, e unë tash do të mund shatish aty e këtu. Për shkak se e kumat mrena minutit. Këto është kompromise. Tash e kaloj me njëherë tek ju. Për mu lidhë me studimin, a e vëren ti për shkakun kur burri dëgjon që ajo është më e lumtur? Po nështë është i lumtur në qatë moment, ma ndej prap që ajo ego që e përmenë këtë dyja, prap ata e kanë të instalum. Nas mund t'ja jekum edhe nuk kena nevoj këtë vetë flasëm se e kanë të lindur, e keni të lindur amit. Po, Benjamin, edhe... Shkurt, me qenë se jemi edhe në fund të pjesa... Jo, kusha që në fund, kako. Të pjesa e pjesë që thuhet për me ndëgju partnerin ose partneren, në fakt, unë zakonisht kena një mësmarveshje me Nusën, i thëmë, për supozoj jam të shku me taku Amirin, edhe në moment, Amirin më thëtë që më dul një pun, nuk po muj më taku edhe bëj një plan tjetër unë. E takoj dikën tjetër, edhe kur më thirë, ndërkohë se mas një ore, thëtë, hej, qka ke bo që shje, thëmë, që e mirë, që të pezoja me një shok. Thëtë, pas të taku Amirina, tash ti të merë ko ty me onal, me spjegu, edhe ja bëj, o, jam që të ndëgjumi masanej se ideja është, të femnat ndodhën në njëherë në raport me moshëllin, sen shumë tim ta të kryoj debat, këtë shkuptu është, se aja menon që ti po e genjen, kurse të është ndodhë një sen që personi që e kelo një takim nuk kam ujtë me dalë për një arsye të caktume, edhe ki vazhdu me një takim tjetër. Një paramëndat i munis me Amirin mu taku me një shoqe. Po, aja është edhe ma... Zvjen shpreje. Aja kështë do të ti përgjene njëjtë, nëse të ka thonë po shkoj këtë u shku dikon tjetër, është ti shpekulesh, se zëmë thonë pa tjetër që... Jo, unë si tep jam shumë në raportin me Nusën, asë njëherë nuk i kërkojt logari, do me thonë... Jo logari, sa jo s'ka kërku logari... Jam që 6 vjetë jëm kohë në lidhje, që 2-3 muj jena të martun. Ti koken muj në Jo, ajo prej fillimi, do me thonë, ajo puna në spital, është laborante, edhe ka posë rostë që më ka thonë, po shkojna me kolegët e punës, komplet të shëndetësis në Shqipëri. Tash ato të supozu shoqet e vetë, ajo, vala se s'tlen është ta abiden, se qa po diun që është punat idealit, edhe i kom thonë asë mësën vetë, shka, veç ka lë mirë edhe shim për të fesh. Ka këshilë që to mësën vetë edhe mës bashkëpunë me mu, kur mëse thuj, mëse ku kem fillim tri. Antigona, natyru që këtu se cili ka mendimet veta, edhe përvojat e veta personale, dhe dua këtu të ndalin pak nga përvojat personale që ti ke pasur. Çka të kanë mësuar ato? Po, unë lidhur me temen, apo se... Po, natyrisht, lidhur me temen. Unë përgjithsi menoj që burrat kur i ndigjojnë grata, ma nuk jena të folina, jena të e qumë banalitet, jo të thirit të shoku. Shumë e qartë, shumë e qartë. Unë e pëthëm, kur pruon vendimet e mdha, kur kemi vendime jetësore, dhe në me ble kera, dhe në me ble shpi, apo i blejmë që placa, apo i blejmë që shpi, apo shkojmë me jetu të prindrit, apo shkojmë me jetu pak ma atje, apo bojmë fëmi si vjeta vitin tjetër. Mënoj që gruja është, nëse është gruja mirë. Te rastet kur gruja për thët nuk ja do familjen, nuk u dzën mardi kush në shpe, unë kalzova, partneri i cili tenton me të ndryshu, ai nuk është partner për ty. Partneri duhet me të pranu ashtu si je. Për me pas jetë gjatësi. A energjia emotive është gjaja e marë rëndësishme në botë. Kemi ardhur një shekull kur qikat e reja nuk po dalin me një djalë që jeton me nanën, po dalin me një djalë që jeton me grunë. Që është merë. Që kjo energjia emotive është të shku dëmë. Mos hup një energjia emotive mi adhan dikuj që kujtime ti nuk mundesh me i folë. Energjia emotive do të me kriju kujtime për voja që mi alan në fëmijëve brez pas brezi. Nëse na krijojmë kujtime me njerëz të cilëve nuk mundena mi apërçu qatë emocion dikuj tjetër, ose qatë përvojë emotive dikuj tjetër, fëmijëve, shoqënis, njerëzve ton, rrethit ton, atër në atë energji emotive e në të e gjujtë që thashun e kena qirë një kanal për funi edhe ajo është të shku diku që zbën më shku. Energjin ton emotive, normal është mu fjallos me gru, është shumë normal. Nuk duhen na me thanë po fjallosemi edhe na s'kemi raport mirë. Fjallosja është
vetëm një shtytje ma tutje me kuptu kufejt e njëni tjetrit. Fjalloset janë biologjike, janë naturale. Na zhvillohemi për mes tyne. Ama me këta që ta Antigona ku i vjen që gratë i bëjnë kalkulimet më të mira. Gratë janë ma intuitive, gratë janë, burat janë ma racional, din racionalisht me të kallëzu çka fitojnë për qësaj, cilat janë përparësit, cilat mangësit. Po gratë gjithmonë kanë intuitën ma zhvillume edhe i parashofin problemet. Nuk din me ta, intuita nuk spjegohet, as dashnia nuk spjegohet. Kemi thjesht ndjenjen. E kemi intuitën ma zhvillume nëse bashkëpunan me mashkullin e jetës vetë. Edhe ai beson intuitës gruz vetë, që ata janë burrat e suksesshëm. Që ata janë për të cilët është bërë studimi. Qoftë edhe kur dalin pa jakne, pse s'ngova valla se ftohtë. Prima thjeshtave. Po Kosovare, ndoshta në atë që ti mendon për të ardhmen, do të thotë cili kish më qenë ky raporti ideal mes te edhe partnerin tënd të ardhshëm. Na krejqika të raportin ideale shumë, na me kombos, burri me nanguneve krejqika. Më që po del kundër asaj çka the në fillim pra. Jo, po mendoj që ajo që është e shëndetshme edhe ideale, edhe që e çon përpara një lidhje është bashkëpunimi. Unë jam pro bashkëpunimit, edhe mos me gabu të zgjedhja partnerit, me zgjedh partnerin e meqëm me zotin e dur aq sa je vet, edhe dy të me ecë përpara bashkë. Do me thonë, po bëj pak shaka me konën e bas. Me një pikë. Po, do me thonë edhe se shlosh me bashkëpunimi. Bashkëpunimi, po. Nuk jam kam kështu njetë si regull kush do qoftë pjesëtar i jetës i familjes tam, nëse mendoj se mendimi ti është i vlefshëm edhe i menqër, e kështu në ndëgjoj, nuk e kam atë inatë një që nuk e ndëgjoj. Ti e din sa është mendimi i ti vlefshëm më varësisht sa ti din. A din, çdo dialog bëhet në nivelin e atij që ma pak din. Se me ba mu bon nivelin e atij që din ma shumë, atëherë na kishim bë tan Einstein e ishim bë. Problemi është që na duhen me i besu dikuj. Me ja besu që ata. Për ata thash du të me pas kujdes të zgjedhja partnerit, që me di që ke zgjedh partnerin që mundesh me ja besu. Aty po thotë nëse dëgjohet gruaja, po thotë ti je më i gruaj lumtur në jetë, lumtur në rregull.